Një prej investimeve më të rëndësishme, rruga Bacallek-Bërdic po vjen me ritme të shpejta. Aktualisht po punohet për zgjerimin e rrugës dhe vendosjen e tubacioneve për shkarkimit e ujërave të rreshjeve. Banorët ndërsa vlerësojnë punimet, kërkojnë që të vendoset edhe një rrethorrotullim tjetër pranë stacionit të autobusave, çka do t'i lehtësonte edhe lëvizjen banorëve të Bacallekut. Këto punimet janë shumë mirë, të kënaqem me punën që po bëjnë. Faktikisht janë të smeritë të mira, por na kena i problem në banorët tonë, se na kanë zjarri problemi atë rrotohet isha pa bëjnë të stacionit autobusit. Më shku këtu të harku Bërdic e më marr prapë dalë qytet. Shkoj vetëm gagja punë. Se e kanë zgjidhur këtë punë nuk di gjë. I këtonë në Bacallek, se zora gjatë. Rruga do bëj shumë mirë. To punëtorët do punë mirë, kreat po. Ne nuk kena kundër projektit. Qytetar nuk kena kundër projektit. Gjatë bëj gjë bukur. Kur të bëj ka më bukur. Ja për ne, për fëmijët tanë, për qytetin, për Shkodrën, për Shqipërinë, për tanë. Inxhinieri i punimeve Elvis Keçi bëri të ditës se shumë shpejt do të miratohet vendosja e këtij rrethorrotullimi. Për rrotondën është diskutuar dhe besoj se do miratohet, se është gjatë miratimit, po besoj se është i sigurt që do bëhet. Për momentin po vazhdojmë me ritme të shpejta, tani po merremi me ujërat e bardha të shiut, që janë në të tre anët e rrugës, në qendrën dy anësore, pjesët e trotuarit, e gjithë linja e gjatë është 1.8 kilometra, që do jetë të gjitha funksion të rrugës, e gjithë ujërat që mbledhen shkarkojnë në dy kolektore kryesore. Ky segment rrugor ka një gjatësi prej 1830 metër. Rruga është konceptuar kategorisë 2 me 2 kursi lëvizëse. Gjithashtu projekti parashikon ndërtimin e urës paralele me ekzistuesen me gjatësi 200 metër. Vlera e investimit është rreth 992 milion lekë me TVSH.